njeriu në detyrën e kryeministrit që u rrethue dhe ju gjojt zyra me gur dhe plumba. Tani kuptojeni vetë se nuk flet gjë më shumë se sa kjo. Dhe 13 vite larg pushtetit nuk u thirr një herë për t'u pyetur se çfarë ndodhi me 11 janar. Kjo mosthirrje flet më shumë se çdo gjë tjetër, sepse kjo mosthirrje kishte bante vetëm me faktin se Edi Rama organizoi për epshet e pushtetit të tij protestën më të dhunshme në historinë e vendit. Kjo ishte shkaku i mosthirrjes. Autoritetet ndërkombëtare, Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar dhe rideklaruar se në 21 janar Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Ku janë ata mbështetësit e saj? Nuk janë këtu. Ta marrin vesh atë. Pra kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikërisht kjo deklarat është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë. Tani dëshminë time ju mund të rrmoni sa të doni, por do gjeni ato që kam thënë. Ishte një proces normal, duhet apoj këtu prit. Në qoftë se këta që ishën aty zhvilluan një procedurën për puthje me ligjin dhe rregullat, kjo nuk mund të thuhet për Dumanin, që po pinte kafe me kë thuhet Klodiana, ta them unë. Jo me pojen, po me këtë të fundit, me që i mori 5 milion këtë që thot Farukun, Kreshnik Farukun. Po pinte kafe me Kreshnik Farukun. Po, i shkoj dhe në kam, i shkoj dhe në manz Kreshnik Farukun, dhe nuk slet gjë, hesht si fia e barit. A i do hesht, po nuk hesht, se umroj interesat publike. Dhe tani prisni një minutë. Thirrja një njeriu për të dëshmuar, në këtë institucion është procedura më normale, por ama nuk është procedurë publike. Jo, nuk është publike. Të thret, pyet, shkon. Kurse këta Dumani, Troplini, mos vetëm Dumani, pa marrë unë njoftimin ja u shpërndau medjave nëpërmjet zyrës të shtypit. Në një akt të shëmtuar, duke dëshmuar se institucioni i tij është institucion banal propagandë socialiste. Çfarë ka publiku ta marrë vesh para meje se unë jam thirrur për të pyetur për 21 janarin? Pra shikoni procedura e tyre. Një procedurë që është krejtësisht diskrete, që s'ka asnjë lidhje as me mediat, as me publikun, ja u jep për para medjave para se të ma japi mua. Dhe bën për të hir të Lubi Ballukut dhe Ramadurës, bën 3 javë, 2 javë, ja furnizon studiot e televizioneve të kontrolluar nga qeveria që të mos bëjnë debate për vjedhjen e 50 milion eurove nga Lubi Balluku dhe Edi Rama vetëm në tunelin e Llogaras, pa thon skandalin tjetër të aeroportit Vlorës, por të merren se Sali Berishën e ka thirrur pas 13 vitesh thirrët për të dëshmuar për një gjë që në vlerësimin tim duhet të ishte thirrë që ditën e parë të hetimeve, pa asnjë lloj hezitimi. Unë isha njeriu i rrethuar, njeriu që drejtarët ju gjuajtën me gur, njeriu që
u kërkuat të përmbyset pushteti i tij, ju kërkuat të largohet ose do kalohet mbi kufoma, këto janë të gjitha me dokumenta, dhe që kishte dalë nga një par zgjedhje që kishin plotësuar, të standardet kryesore ndërkombëtare të OSBE-ODIR-it për zgjedhjet e lira. Por Edi Rama donte me epshet e pushtetit donte të përmbyste. Berisha, disa nga gazetarët që janë këtu të pranishëm kanë qenë të pranishëm edhe në 2011 ku ndodhen ngjarjet e pranishme. Dhe të lutem lër ta mbaroj pyetjen. Demonstrata ishte e dhunshme, por nga ana tjetër nga brenda godinës së kryeministrisë u vran 4 qytetarë të pafajshëm. A mund ta thoni zoti Berisha? Absolutisht. Urdhrin të qellohej ndaj qytetarëve teksa protestonin. Absolutisht gënjeshtër me bisht kjo që thue. Që është? Jo nga brenda. Nga ku? Jo nga janë të shtënat janë që të gjitha merri me qenë se u referohesh medjave, merr filmimet. Ushtarët e gardës kanë qelluar. Po pra, jo nga brenda. Nga godina. Jo nga brenda, the nga brenda, për të korrigjoj këtë njëherë. The nga brenda është. Cili është korrigjimi? Jo. Korrigjimi është tjetër. Po. Jo, korrigjimi është po. Apo kërkon korrigjimin? Jo, s'është korrigjim. Jo, të them unë ty. Po jo, the një gënjeshtër, më fal, Jo, gënjeshtër nuk është qelluar nga brenda kryeministrisë. Është qelluar nga vendrojet e gardës. Të qelluar mbi protestuesit. Është qelluar mbi nga vendrojet ta them unë ty tani. Tani shiko. Tani apo bën punën e tyre ti apo tëndën, po. Mirë po. Tani priti minutë. Një minutë. Po jo do flasun, në radhë parë jeni korrekt. Jo të dizinformoni. Është qelluar nga vendrojet e erojeve të gardës. Pik. Sepse priti minutë, them unë ty. Sekretarja e kryeministrisë zoti Berisha. Priti minutë. Na e shpjegoj që vendrojet e gardës është qelluar nga vendrojet e gardës. Garda ka një ligj. I cili ligj autorizon rojen të qelloj sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qelloj në ajër kur ajo përsëritet, të qelloj te këmbët kur ajo përsëritet, ta eliminoj rrezikun. Ky ligj është votuar nga Partia Socialiste, jo nga ne. Pra, garda që ta mësoni ju dhe mund të rrëmoni 120.000 herë, nuk funksionon me urdhër, funksionon me ligj. Pra, sa do që ta ktheni, ta stërktheni, garda dhe çdo vendroje e armatosur funksionon me ligj. E qellove, gjuhët e drejti duhet qelloj në ajër, vazhdove persistove, duhet qelloj të këmbë, vazhdove persistove, duhet eliminoj rrezikun. Këtë i thot ligji gardës. Këtë i thot ligji çdo vendroje. Kjo ka qenë edhe përgjigjja juaj që s'ka pas urdhër është respektu ligji. Absolutisht asnjë urdhër. A ju pyetën konkretisht për këtë pyetje? Pra, a ju pyetën çfarë doni pyesni mua unë të përgjigj. Jo, çfarë bëhej ajo pyeti për urdhër? Kush e dha urdhrin për të qelluar sot, ju pyetën? Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. A keni dhënë urdhër? Asnjë urdhër dhe kur. S'mund të jepet urdhër. Pyetjet e tjera esenciale cilat ishin zoti? Tani të them unë ju. Pyesni ju që t'u përgjigjem unë cilat janë pyetje, se të rreshtoj të gjitha pyetjet. Marrëdhënien me ish ministrin e brendshëm zotit Basha. A jeni takur, po ka ardhur në zyrën time dhe ka kërkuar nga unë që unë të dalë, sepse ishin thyrë xhamat me plumë apo me gur tek dritarja ngjitur me tolinën time. Dhe ministri, komandanti i gardës, kanë ardhur me kanë thënë të evakuojmë. Jo, kam thënë, se unë isha jashtë për një drek me ambasadorën gjermane dhe u futa drejt në zyrë, isha njëri në detyrë. Unë isha njëri në detyrë. Nuk po të shkosh në një zyrë tjetër. Jo, kjo është zyra ime. Zyra e kryeministrit nuk u bëj zyra si mas qefit. Ajo është zyrë e tij, është institucion pushtetues kryeministrit. Jo, kam thënë, nuk lëviz. Kjo ka qenë edhe kërkesa e tyre dhe unë kam qëndruar në zyrë deri në fund. Ka kërkuar shpjegime prokurorët lidhur me faktin që kryeministria në atë kohë, se të paktën u tha në atë kohë që ju refuzuat të zbatoni urdhrat e prokurores së përgjithshme për ndalimin e zinxhirit drejtues. Se çfarë thoni ju? Ato janë gjëra të tjera. Jo, çfarë gardistët duke mos u zbatuar urdhrat. Se çfarë, jo, ajo e thoni ju atë.
Po aty ka patur një ndërmjetësim. Që do thotë do thotë që ka patur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Ka patur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Ndërmjetësoj dhe çfarë ndërmjetësoj? Ato se kush ndërmjetësoj është tjetër punë, ka ndërmjetësuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Dhe çfarë kërkonte zoti Berisha? Dhe ka kërkuar që dhe çdo oficer i kërkuar nga prokuroria është paraqitur në prokurori, por në ndjekje të lirë sepse Edi Rama dhe Ina Rama kërkonin të eliminonin zinxhirin e komandës në një kohë kur Edi Rama kishte deklaruar se betejë tjetër do të ishte vendimtare. Dhe kaq ka qenë dhe secili nga gardistet e thirrur është paraqit në prokurori. Të gjitha tjerat janë mashtrime. Keni qëndruar rreth 2 orë në prokurori, ju kanë komunikuar diçka prokurorët e SPAK? Kanë bërë pyetje, thash dhe në një procedurë shumë normale. Shumë normale. Zoti Berisha, në dinjen tuaj, cili është roli i gardisit agron Malaj që më pas u shpërblye nga qeveria me poste? Nuk kam, pavarësisht nga teoritë konspirative, unë nuk kam gjeni se ai të ketë bërë një vepër të qëllimshme. Unë di që ai ka deklaruar në prokurori se nuk ka patur urdhër të qelloj. Dhe me sa di unë, nuk e kam njohur kurrë, ai ka qenë komandanti i grupit të zjarrit, tani se çfarë quajnë ata grup zjarri as nëse kam qartë shumë, por ai ka qenë komandanti i tyre dhe ai thotë nuk ka patur urdhër. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje tjetër. Andrea Prendi, kreu i Gardisë Republikës në atë kohë, doli një ditë pas protestës demonstratës dhunshme të 21 janarit në Sulmin e Nxirë. Urdhë? Një ditë pas protestës së 21 janarit, shefi i Gardës së Republikës në atë kohë, Andrea Prendi, u shfaq në publik me sy të Nxirë. A mund ta shpjegoni çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë moment, sepse ka mbetur e paqartë që Po, më mirë se kushdo tjetër, çfarë ka ndodhur e shpjegon secili person që ka përjetuar. Andrea Prendi ka qenë në krye të detyrës gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Kaq. Zoti Berisha, kush e dha urdhrin për të qelluar jo me fishek manovre, por me fishek luftarar? Ai urdhë është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri. Të garantoj që s'ka ka për një audio, ai urdhër është në mendjen tuaj dhe të atyre që trillojnë. Po, të flas për apo. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar në po thuaj në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamas. Kështu që këto janë çështje të cilat nuk kanë asnjë lloj një urdhër i dal pas 13 vitesh. Një alizot i dal pas 13 vitesh. Këto janë gjëra këto janë gjëra urdhë. Urdhë? Audio e dorëzuar po kenoj dëshmiti që është autentike? Që më pyet mu, po Zoti Berisha. Pas të dorëzuar pas 12 vitesh. Çfarë mund thot një audio? Ju asnjë gjë zot, është zero. Zoti Berisha, ju keni akuzuar. Është një lloj si shiriti i Lirmec, si regjistrimi i Zoti Berisha, ju keni akuzuar se SPAK ose drejtësia nuk ka hetuar organizatorë. Duke qenë se keni qenë kryeministër dhe keni pasur informacione edhe për mënyrën se si është organizuar protesta 21 janarit. Ju kanë pyetur sot prokurorët rreth, keni patur informacione pra, keni patur funksion. Ju kanë pyetur për funksionin e tyre. Kanë pyetur dhe unë kam thënë të gjitha ato çka unë kam patur informacion, por që Edi Rama është kryeorganizatori, këtë nuk ka njëri tjetër që se din, dhe në fakt pikërisht kjo, se ka dhe njëherë një kërkesë të prerë të qeverisë Shteteve të Bashkuara e shprehur nga deputy assistant secretary Thomas Countryman, i cili ka ardhur gjatë asaj periudhe 2 herë nga Washingtoni për këtë çështje. Dhe kërkesa e tij ka qenë e prerë në emër të qeverisë amerikane, që duhet hetohet nga polici thjesht tek organizatori kryesor. Referojnë mediave, por ky hetim nuk u bë
sepse organizatori ishte Edi Rama, kaq është e gjithë puna. Dhe duheshin marrë përgjegjësi. Presoni se do të bëhet nga SPAK ky hetim. Jepë përgjegjësi. Të besosh këtë si të besosh rrethit 4 orë apo veshin pa pasyrë. Po Altin Troplini E ka Alfred Sheu emri prokurorit të shenjtë. është shefja, ai aty bëhet çfarë shefja më tha po jo. Po jo, merr këtë moment. Unë ftohem për të dhënë dëshminë. Gjë më normale. Po. Dhe kjo është një gjë që s'ka të bëjë fare me publikun. Dhe ata pa më dhënë mua ftesën, Altin Troplini ja u jep mediave. Nuk mund të them se e jep BKH-ja. Jo. Ai bën pazare me media të tilla, se ka krijuar një rrjet gazetarësh që i përdor një lloj siç i përdorte sigurimi i shtetit dikur informatorët e vet. Po kjo u them gazetarëve, nuk u del mirë. Gazetar terreni ja ku jemi në njef, jemi për ditë. Jo. Zoti Berisha, nëse SPAK ju komunikon një akuzë. Ajo çka unë ju them, ju keni kujdes për i tyre. Se janë mashtrues. Doktor, mos janë pronar mediash. Asgjë s'ka. Paraqitet në një provë në SPAK. Jo, unë ja. Dhe më lutem të mbaroj. Dhe a mendoni se në këto 2 orësh ju keni ezauruar çdo shpjegim tuaj mbi çështjen e 21 janarit? Po. Jam përgjigjur të gjitha pyetjeve që ata më janë bërë aty dhe mendoj pyetje që duheshin. Do isha përgjigj këtyre pyetjeve 13 vite më parë, pa asnjë hezitim, por nuk jam thirr. Urdhë? Keni koment se ka thirrur zonja Ina Rama? S'ka thirr zonja Ina Rama, se zonja Ina Rama bashkë me zotin Edi Rama ishin në tavë, të dy bashkë. Zoti Berisha, në rastin që SPAK ju komunikon një akuzë, a jeni i gatshëm të përballeni me drejtësinë dhe a ndiheni i rrezikuar? Nuk u ndihem kur i rrezikuar. Ti je bindur am topo. A ju ballafaqoni? A do të përballeni me drejtësinë? Prit, edhe një herë. Kisha 2 pyetje zoti Berisha. Kur nuk ndihemi i rrezikuar, kaq. Kjo është përgjigje. A do të përballeni në rastin që a jam këtu, ku jam? A jam këtu tek në një institucion drejtësie, kjo është. Po, a ju ballafaqoi grupi i hetimit me përgjigje që ka dhënë ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha, i cili ishte pak ditë më parë në SPAK, dhe ju ballafaqoi dhe kërkoi qëndrime edhe mbi përgjigjet që kanë dhënë ish zyrtar të tjerë dhe ish funksionarë të tjerë të policisë shtetit dhe jo. Asnjë lloj ballafaqimi me dëshmi të tjera, e vetmja gjë me që pyet Bamir Topi, që ishte pjesë e skenarit, pas ka shkruajtur në libër se Lulzim Basha e ka takuar të nesër mos gaboj për të ndërhyrë tek Ina Rama që të zbus masën ndaj oficerëve të gardës. Gjë e cila është teorikisht e pamundur që unë të dërgoja njëri tek Bamir Topi, që ishte një nga organizatorët që priste zgjatjen e mandatit nga Edi Rama. Keni lexuar librin apo ishte provë? Jo, e kishin lexuar, e morën nga libri. Ata më thanë nga libri. Një minutë. Por nga ana tjetër, Lulzim Basha nuk e kishte të ndaluar, s'kishte asnjë direktivë, asnjë porosi të kryeministrit që të mos komunikojë me presidentin. Ndaj dhe zoti Berisha, ky pasazh ishte lexuar nga prokurorët apo e kishte deklaruar ish ministri i Brendshëm? Jo, këtë pasazh nuk e di ka deklaruar ministri i Brendshëm, apo këtë pasazh e kishin marrë, imagjinoni nga Nocturnum i Bamir Topi, se pas shkruajt edhe një libër Bamir Topi tani. E keni pa ju librin e Topit? Urdhë mos i bëjmë reklam librit të tij. Shëndrimi juaj në lidhje me pasazhin dhe atë që ka shkruar ish presidenti. Cili shëndrimi juaj? Qëndrimi im që unë nuk e kam dërguar. Nuk më mend ta kem dërguar. Po ministri mund të shkuar, se unë nuk kam po. Unë di që në atë proces ka kontribuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara, i cili ka biseduar dhe oficerët kanë shkuar se i cili janë marrë në pyetje, janë marrë në ndjekje penale, sipas rregullave. Po. A deklaruat ju emra konkret dhe a i sugjeruat ju emra të tjerë SPAK-ut që duhet i pyes? Ato që kam deklaruar publikisht përveç Edi Ramës, më shtan edhe kam deklaruar që një zuk me huj ka sjell aty Fidel Ylli,
dhe ka vendosur diku të një ndërtesë tjetër. Ka që për deklaru, unë s'kam paqja se unë kam qenë zyrë. Dhe... Urdhë? Duke qenë se ju keni thënë gjatë gjithë kohës publikisht që ambasadori amerikan i kohës ka negociuar. Po. A kërkuat pyetjen e tij nga SPAK? Jo, në asnjë mënyrë. Unë nuk i kam kërku kujt ndihmë aty. As ambasadorit, as njeriu. Duket të tjerë duhet i kenë thënë ambasador, por qeveria amerikane ka patur angazhim të jashtëzakonshëm për të zgjidhur ato probleme. Ka ardhur 2 herë Thomas Countryman, ka ardhur 2 herë në një kohë të shkurtë 2 javore dhe ka ardhur edhe zoti Steinbeck që ishte asistent sekretar, ishte ndihmë sekretar shteti për këtë çështje. Pra, ishte një angazhim i plot i qeverisë amerikane për të zgjidhur këtë, për të ndihmuar, për të kontribuar në zgjidhjen e kësaj krize. Zoti Berisha, ju të hënën do të një protestë përpara kryeministrisë. Po, tani do vazhdohet. Nuk ka. Pyetje tjetër, besoj se Berisha, po në lidhje me serverat në kryeministri, jeni pyetur sot nga prokuroria e posaçme? Për serva, jo, nuk jam pyetur për sistemin e sigurisë jashtë. Nuk kam gjeni për to. Në rast se do thriteni sërish, do paraqiteni? Sa herë të duan, sa herë të kenë nevojë, pa diskutim. Unë thash edhe një, thirrem pas 13 vitesh për protestën më të dhunshme, me të cilën u rrethua kryeministria e vendit dhe kryeministri, u goditen, u qelluan dritaret me gur, me pluma, me të gjitha mjetët, por nuk u thirr ndonjëherë. Megjithatë, si ish kryeministri kohës, a shpresoni ju që SPAK-u të paktën në këtë hetim të gjejë se kush i vrau dhe 2 protestuesit e tjerë? Të besosh se SPAK-u nuk do bëj hetim politik, do të thotë të tallesh me veten tënde. Se si të shihni, SPAK-u bën hetime politike. SPAK-u është një repart i Partisë Socialiste kundër opozicës. Kam për të mendje aty që guxon SPAK-u të gozhdoje Ramën për aktin më të dhunshëm në histori. Jo, po SPAK është janë Urdhë? Ashtu, Urdhë? Në televizor shohim që protestat të dhunshme bëhen gjithandej. Kjo nuk e justifikon vrasjen. Pavarësisht faktit që në fakt për vrasjet duhet ketë hetimin. Thash edhe një herë, po që kur përdorin dhunën, ka dhe plagosje, ka dhe vrasje, kjo është e pamohueshme, s'mund ta thush, s'mund thush jo. Jo s'mund ta mohosh atë. Dhe ata që organizojnë këto, ose ata që shkelin ligjet bëhen përgjegjës. Po ka shtitë zyrtarë Zoti Berisha. Zoti Berisha në ngjarje. Ju gjatë kësaj seance dilorshe kishte folur kundër jush. Kush? Nga se kuptuat ju gjatë kësaj seance dilorshe. Po kush mund të flas kundër me? Përveç Edi Ramës, njëri tjetër kundër me nuk mund të flas. Edi Rama? Urdhë? Jo, më çfarë pyet? Mos va pyet po. Ditën e ngjarjes, zyrtar të lartë të Gardës së Republikës dhe ish drejtuesi i Gardës së Republikës dhe ish ministri i Brendshëm gjatë dinamikës së ngjarjes, a kanë marrë mendimin tuaj nëse duhet hapin zjarr apo jo? Kur? Faleminderit. S'mund ketë mendime të tilla. Të gazetarëve do na thoshit çik se na lekë. Me keke me këtë terrenit apo me kulturë?